Më shumë se 2 milion besimtar musliman të pranishëm në tokat e shenjta të Arabisë Saudite kanë kryer adhurimin e haxhit. Haxhinjt fillimisht pritën në Arafat, më pas shkuan në Muzdelife me autobus dhe kryen lutjen e pritjes, si dhe mblodhën gur për goditjen e djallit. Duke filluar nga mesnata, muslimanët ecën afërsisht 3.5 kilometra në konvoj dhe hodhën 7 gur në Jamarat al-Aqabah, e njohur si djalli i madh, në zonën e gurzimit të djallit në Jamarat. Pas gurzimit të djallit, një numër i madh i muslimanëve ecën gjatë për të arritur në Qabe dhe kryen tavafin e haxhit, ndërsa më pas u qethën dhe hoqën ihramin. Kështu, besimtarët musliman që përfunduan detyrat e tyre u bën haxhinj. Mira musliman u dyndën në xhamin Al-Aqsa në qytetin e vjetër të Kutsit lindor, kibla e parë e muslimanëve për të falur namazin e Kurban Bajramit, ndërkohë një grup kolonash izraelit që kanë uzurpuar tokat palestineze u vërejtën duke shëtitur në zonën e qytetit të vjetër të Kutsit lindor. E ndërkohë festa e Kurban Bajramit në rripin e Gazës që ndodhet në blokadë dhe sulme izraelite po kalon në pikëllim. Sipas autoriteteve palestineze, të paktën 828 xhami janë shkatëruar plotësisht dhe 167 të tjera janë dëmtuar pjesërisht në Gaza. Përveç kësaj, 3 kisha janë goditur dhe 19 nga 60 varrezat e Gazës janë shkatëruar plotësisht ose pjesërisht. Në anën tjetër, në Siri u fal namazi i pari Kurban Bajramit pas rënjes së regjimit të Bashar al-Assadit. Mijëra njerëz u dyndën për namazin e Bajramit në xhamin Emevite, me rëndësi historike në kryeqytetin Damask. Pjesëmarrësit nga qytete të ndryshme në namazin e Bajramit në xhamin Emevite u lutën për siguri dhe paqen e vendit. Gjithashtu, edhe në qytete tjera, mijëra njerëz pas namazit të Bajramit vizituan varret e të afërmit të tyre.